الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi absolut dhe konë Allahu te bareke ve taala, përshëndetje Allahu xhalla wala dhe mëshira e tij që mbi më të mirën e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e tij besnik, bi familjen e tij të ndershme dhe me gjithë ata që të pasojnë më të mirë deri ditën e gjykimit. Do të flasim me lejen Allahu xhalla wala një temë duke zbatuar fjalën Allahu xhalla wala, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tënd i cili të ka krijuar. Kjo ka zbrit fjala e parë Allahu xhalla wala në librin e tina. Urdhri i parë ka zbrit lexo. Dhe kjo është për ta ngritur ambicien e muslimanit iqra dhe për t'i treguar se kultura dhe civilizimi besimtarit është në lexim. Do të përmendim diçka me lejen e Allahu xhalla wala se çfarë zelli dhe çfarë ambicie dhe çfarë vullneti të madh kanë pas sahabët, madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lexim edhe diçka prej historisë dietare. Ndoshta me lejen Allahu xhalla wala na shtohen ambicet më shumë që më përkushtuar leximit dhe më shtuar mençurinë dhe dijen nga ona e Allahu te bareke ve taala. Veçanërisht në kohën e sodit kur një mashtrim i madh ju bëhet njerëzve, kur ata mendojnë se nëse kalon një kohë apo periudhë në rrjetet sociale ku her pas here shfaqen disa sende, ndoshta dokën se janë të ilmit dhe të dijes, mirë pa ajo nuk është asgjë tjetër dhe ilmi nuk përfitohet në atë mënyrë. Ilmi nuk përfitohet në atë mënyrë, po ilmi dhe dituria e vërtet, dituria me argumente prej Allahut, prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje qoftë edhe dituria e dunjajës, s'ka mundësi mu përfitu pa ul dhe pa i kushtu kohë të veçantë asaj. Allahu xhalla wala ka lavdruar ilmin dhe diturinë shumë në Kur'an. E ka lavdruar shumë dhe ulemat i ka lavdruar shumë në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men humani la yashbi'an. Dy të etur nuk ngopën kur. Pra dy njerëz kanë etje të madhe dhe kur nuk ngopën. Talibu ilmin wa talibu al-mal. Ai që kërkon diturinë dhe ai që kërkon pasurinë. Ai që kërkon diturinë s'mundet më ngop. Vazhdimisht ka dëshirë dhe etja e mundon që të arrijë më shumë e më shumë. S'ka mundësi më ngop. Dhe ai që kërkon pasurinë s'ka mundësi më ngop. Këto dy ligje janë të Allahu xhalla wala në tokë. Ai që kërkon pasuri nuk mundesh me gjetë një të pasur me thonë mjaft kam. Jo, ai don sa më shumë me shtuar, me më parë sa më shumë. Kështu është edhe me diturinë. Mirë, po na do të ndalim me këtë pjesën e parë të hadithit, talibu ilmin, ai cili e kërkon dijen për hir të Allahut te bareke ve taala. Ka thënë Ibn Qayimi në librin e tij Kopshti të dashuruarve. E ka një libër Ibn Qayimi, Kopshti të dashuruarve. Ka thënë Allah e mëshiroft, wa amma ushaqul ilmi. Ka thënë sa i përket të dashuruarve në dituri. Në këtë libër hoxha ka fol për çka mundet njeri mu dashuru. Në çka mundet njeri mu dashuru dhe në sa mundet mu thellu në dashuri. Ka fol prej të dashuria ndaj Allahut, ndaj pejgamberit, ndaj njerit, ndaj prindve, ndaj gruajës, ndaj fëmijës, e kështu me radhë për llojet e dashurive dhe sa kanë mri njerëz me dashur. Një prej asaj kaptinave është njerëz që e dojnë dijen. Edhe thotë hoxha Allah e mëshirov këtë kaptin, sa i përket atyre që e dojnë diturinë. Fa a'zamu shaghafan bihi wa ishqan lahu min kulli 'ashiqin bi ma'shuqi. Fa sa i përket ato që e dojnë dijen, ata janë të dashuruar në dije më shumë dhe më me flak se sa çdo i dashuruar për atë që e do. Pra nëse i merr këtë njerëz që i dojnë diçka, normal dashuria e tyre arrin me një pozitë. Ato thotë Ibn Qayimi që e dojnë diturinë, ato flaka e etjes që ka mri atëve. Ato e dojnë më shumë se gjithçka. Wa kathirun minhum la yashghaluhu anhu ajmalu suwarin min al-bashar. A kjo një sekret që ka njerëz
ai shasmiret me dije, ndoshta edhe nuk mundet me kuptue këtë mesele. Thotë Hoxha Allah më shiroft, sa i përket njerëzve që e dojnë dijen, nuk mundet me nal pi kërkimit të diturisë, edhe nëse ja bën njërin më të bukur në fytyrë tokës. Nëse ja bën njërin më të bukur në fytyrë tokës, edhe mi ja tërheq vërejtjen këtina, apo mi ja tërheq vëmendjen, thot njeriu shka i etër për el, hiç nuk e këtën kryen. Hiç. Pse? Pi dashurijës dhe flakës shka e ka për dituri. Edhe besimtari duhet më kanë kështu. Na kena me përmend diçka prej historisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej sahabeve, se çfarë zelli të madh kanë pas ata për dituri, dhe mos folna gjeneratat e ardhshme kur ilmin e kanë pas në për libra, se sa kanë dhënë prej jetës së tyre dhe argjimin e kohës për me arrit diçka nga dituria. Ka thënë Hoxha vazhdim, Allah e mëshiroft, Ibn Qayimi, walau suwira al-ilmu suratan, thot mu pas dal në fotografi ilmi, me pasit Allah shkur që ka qitë djelin, hanën, e kështë më radhë prej bukurive, qilin. Thot Hoxha Allah më shirof, diturin me pas nxerë Allah në fotografi, lëkanet e gjmelu suratin min e shemsi vel kamer, kish me qenë me e bukur se djeli dhe hana. Me pas nxerë Allah në fotografi ilmin, kish me vrapu kitë njerëzit me e morë. Mirë ba Allah e ka ba sprovë, dhe njerëzit nuk ja din vlerën shumë diturijës. Me bëja pas dit vlerën diturisë, kishe me i pa njerëzit ma shumë duke vrapu masasajna. Mirë pa ata nuk ja din. Nuk ja din vlerën, ndërsa ja është ma e bukur se gjithë shka. Ma e bukur se gjithë shka, dhe i dashurumi ndije është ma i dashurumi se gjithë shka që ka mundet njeri mu dashuru. Andaj, vlera e diturijës dhe vlera e djetarëve ka ardhur në librin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë e madhe. Andaj Allahu xhalla wa ala kur i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilman", dhe thuaj o Zot ma shto diturin. Kanë thënë dietarët, Allahu kur gjanë nuk e ka këshilluar pejgamberin mu lut, apo Allah i ka zbrit urdhra, dhe i ka zbrit obligime, dhe i ka zbrit ndalesa. Mirë pa Allahu xhalla wa ala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj shtoma qëta. Kur gjatë tjetër nuk i ka thonë shtoma, pos ka thonë thua jo Zot shtoma diturin. Prej vlerës madhe qka e ka dituria të Allahu gjelle wa ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadithës në kanë nxjerrë Buhariu dhe Muslimi, për me tregu e vlerën e diturijës, para mendone Musa alayhi salam ka qenë kelimullah, wa kellem Allahu Musa teklime. Allahu ka thonë dhe Allahu Musës i ka folë me të folur. Allahu i ka folë Musës me të folur. Asë një pejgamber se ka pas këtë merit, veç Musa alayhi salam. Allahu direkt i ka folë Musës alayhi salam. Me gjithë këta, të më thonë pozita ma e lartë, çka mundet me egzistue, me gjithë këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tregu një rast sahabeve se asë që kjo pozit nuk e ka ndalë Musën për me kërku dituri ala ma shumë. Me kërku dituri ala ma shumë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithën që ne kanë nxjerrë Buhariu, bejnë me Musa fi melain, dhe disa Musa ka qenë në një grup njerëzish, min beni Israil, me beni Israil, idh ja'ahu rajulun faqala, ardhi njeri dhe i tha Musas, hel ta'lamu ahadan a'lama mink? Tha o Musa, a di dhe një njeri ma i dishëm se ti çka është? A di dhe një njeri që di ma shumë se ti? Qala Musa la, ka thënë nuk di dhe një njeri ma dishëm se une. Pra unë të tokës normal ka qenë pejgamber dhe nuk ka mendu që Allahu xhallahu ala ka veçu dikan me dije ma shumë. Fa auha Allahu ila Musa, Allah i ka shpall Musës shpallje, bela, gjithsesi, ka o dikush ma i dishëm se ti. Para mëno, pejgamberi Allahu xhallahu ala, Allah e ka fol direkt me ta. Dhe ka mendu Musa se s'ka dikush ma dishëm, Allah e ka mësu. Dhe kjo e ligji Allahu në tokë. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Në ajet ka ardhë dhe mbi çdo të ditur ka mbi të ditur. Pastaj i ka thënë Allahu xhallahu ala në shpallje, abdana Khadir, robi jon Khadir di çka shka zdeti. Dhe Musa më njëherë fesele, më njëherë i ka thonë ku e ka rrugën, ku e ka shtëpinë ai, e ka lutë Allahu xhallahu ala ku e ka ai shtëpinë, shkoj më njëherë të marrë. Pra kjo që shtot Ibn Hajeri në koment të këtij hadithit, kjo një argumenton për vlerën e diturisë. Kjo qartë shifët vlera e diturisë, se ka pas Musa dije dhe prap ka vazhdue dhe nuk ka qenë ngopër me dijen që e ka pas.
Dhe e dita, shkan shumë e rëndësi, shka të Ibn Hajeri, pozita e madhe që e ka pos Musa, se ka bo me thonë, unë jam pejgamber, nuk shkoj me lip dikon dituri. E Ibn Hajeri thot, kjo vlen për ulemat dhe hoxhallar. Nuk ban me thonë, unë jam alim apo hoxha, apo kam diplom, sidomos me të sodit. Ata kanë qenë ulema, kanë pos dhije dhe kur si kanë dalë ajo pozita e madhe me kërku ilm. Kur si kanë dalë pozita e madhe me kërku ilm. Madje Buhariu në një prej fjalëve të tij ka thonë la yakunu aliman. Nuk bëhet alim njeriu kur hatta yarwi au ya'khudha an derisa të morë ilm prej. Men huwa akbaru min, pe ati çka më i madh se vet. Men huwa qarinun la, pe ati çka moshatar, moshake ka gjenerat edhe pe ati të morë ilm. E zonë don një i tjena, e sidomos ka thonë Ibn al-Jauzi fil Qurana al-hasad akthar. Në njerëzit që kanë një gjenerat, vitet i kanë njësoj, ka thonë hasedja më i madh këtu. Hasedja më i madh. Allah na rujt, po kjo ekziston. Ibn al-Jauzi ka përmend, ka thonë sa i përket atyre të cilat janë, domethënë me një gjenerat, hasedja më i madh. Pse me kallzuuna piktina. Dhe ka thonë Buhariu, wa ya'khudha man huwa asgharu min. Dhe ta morë dijen edhe pi atij shka më i vogël. Shka është më i vogël. Madje kjo më i vogël ka ardhur në rast në mezhlisin e Omer ibn Khattabit, kur kanë qenë ata elul hill wal aqd, njerëzit të cilat kanë vendosur për çështje të mëdha, siç e ka pas mezhlisin Omer ibn Khattabi, dhe ka filluar me sjell aty Ibn Abbasin. Dhe ai ka qenë i vogël. Edhe do të bëj shumë, do ma shajnë më pleq, dhe mosh i kanë thonë ditë ja Amir al-Mu'minin. E tuhdhiru hadha as-saghir, ka thonë o emiri besimtarëve, e këtë voglushin çka për bese, që në do folë për çështje të mëdha, lufta, shteti, politika, sistema, ekonomia, domthonë çështje të mëdha çka janë mirë ata. Edhe Omeri ka dosh me një gjest më u kallzu pse e biju në këtë njëri këtu, dhe zvlen mosha. Ka thonë mirë, mos i çuditni për këtë moshën e këtij të vogël, ka thonë fa akhbiruni an qawlihi ta'ala. Ka thonë hajtë të regom një shka do me thonë fjallë Allahu Jalla wa Ala idha ja'a nasrullahi wal fath. Kur të vejnë ndihma Allahit dhe çlirimin. Hajtë ka thonë një shka do me thonë. E kanë fillu me kallzuat të tefsire. Ka thonë Ibn Masi i kanë përfundu. Ka thonë Ibn Abbas çka thuti? Ka thonë kjo është lajm pi Allahut që të ka orë fundit. I je Rasulullah edhe pak i me vdek. Ka thonë që kjo është, e jo çka po thuni ju. Ato ka thonë tash e kuptum se Ibn Abbas janë mezhlis. Do me thonë te sahabët ka qenë ndija shumë e lartë. S'ka pas ati i vogël i madh. Edhe pse ajo natyra ka reaguar fillimisht. Mirë po e kanë hek ata. E kanë hek nga se e kanë vlerësuar dijen. Andaj thot hoxha Ibn Hajeri në këtë hadith, kjo argumenton për vlerën e diturisë dhe pozita e lartë nuk bën me të ndal prej kërkimit diturisë. E kur s'ki pozit hiç, mos vet. Mos vet nëse hiç s'ki kur një farë pengese. E thash sidomos veçanërisht në kohët e sodit kur njeriu mendon se duke i përcjell rrjetet sociale përfiton diçka. Ndoshta përfiton diçka. Mirë po ajo që përfitohet duke ul me lexue librin e Allahut, sunet e pejgamberit, shpjegimet, librat e dietarëve, kjo s'krahasohet. Kjo s'krahasohet me skalitjen e mendjes dhe përfitimin e madh të diturisë. Kjo ka qenë domethënë diçka nga gjendja e pejgamberëve. Sa i përket dëshirës dhe zelët të madh të sahabeve, është diçka që ndoshta edhe dikush s'e ban kohën e sodit. Nuk ka mundësi me bë diçka prej zelët të madh që e kanë pas sahabët nga vlera e dijes. Thot Ibn Mesudi radhiyallahu an. Ibn Mesudi ka qenë prej njerëzve të ditur të dietarëve, të sahabëve, nga se sahabët kanë qenë këtë në shkallën e lartë të diturisë. Siç ka thënë Khalid ibn al-Walidi, ka thënë wallahi ka thënë unë kam aftësi për me mësu dijen dhe kam inteligjencë me lexu shumë dhe me lexu librin e Allahut dhe më i mend shumë. Ka thonë ashghalani al-jihadu an qira'ati kitabillah. Ka thonë më lufta në rrugt të Allahut xhallahu ala më kanë dal prej leximit të librit dhe studimit. Këta e ka thonë për më u kallzuat në njerëz që s'kan arsye për që s'mësojnë, që s'ulën me mësu. Më ka angazhuar lufta, a juve çka ju angazhon? Pra Khalid ibn Walid ka paraqitur arsyetimin për mos mësim. Edhe pse ka thonë kam mundësi, po kam angazhim të madh dhe normal njëri komandant të kanë i luftës. Mirë po ju tjerë, andaj sahabët maksimum kanë kishin me sfizu kohën. Nuk ja kanë fal vetes as një çast me kalue bosh. Thot
Ibni Abbasi, Wallahu alladhi la ilaha illahu, pasha Allahun i cili nuk ka të tjetër kush i cili meriton adhurimin postina. Ma unzilet suratun min kitabillah, ka thonë nuk ka zbrit ndonjë kaptin për e librës të Allahu Jalla wala, illa ana a'lamu ayna nazalat, ka thonë vetëm se e dije ku ka zbrit, kohën ku ka zbrit, për kanë ka zbrit, edhe hukmin pse ka zbrit, për shka ka qenë kjo dispozit e kësaj sure. Wala unzilet ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fima unzilet, dhe asë një ajet s'ka zbrit vetëm se e di ku ka zbrit. Ajet janë mbi 6500 e 30 e dishka ajete. Keti ka dit ku ka zbrit, pse ka zbrit, dispozitëm se ka zbrit, për cilën njeri dhe për çka vlen ajet. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah, e kjo është ajo zelli i madh, me dit dikan që di ma shumë se une diçka që ka lidhje me librën Allahu Jalla wala, të blughuhul ibilu, muj me shku me deve të këte aj, të rakiptu i lej, në vend kisha shkuve. Keti ka dit ajetet ku kanë zbrit, qka kanë zbrit, alim, mufessir i sahabeve, ma gja është mufessiri krit muslimanve, ka thonë me dit dikush matë dishëm se unë shkoj të aj edhe marra ilm. Shire zellën e mas që kanë pas sahabet. Nësa na ndoshta as ajetet nuk dalë me mësu për menç, mos folna për tefsilin, e mos folna për leximin. Madje me i përmend këtu që i kam përmend dietar prej leximit të madh dietarëve, neve ndoshta na duken këto legjenda dhe mite. Mirë, po këto janë legjenda, po këto janë transmetime që i transmetojnë njerëz të mëdhoj. Buhariu, Ebu Zur'a, Darimiu, Khatibi, këto janë njerëz të cilët e kanë rujt hadithin e pejgamberit alayhis salam. Këto kanë gazuar ngjarje që kanë ndodhur. Thot Ebu Huraira transmeton një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën e kanë dhënë gjithashtu Buhariu në Sahih. Është ndalë një ditë Ebu Huraira dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një pyetje. I ka thonë ja Rasulullah, men ahaq as'adu an-nasi bish-shafa'at. Ka thonë kush është njeri më hakli për ndërmjetësimin tan ditën e gjykimit. Edhe shikoni zellën e sahabeve, pyetje që kanë bë, pyetje me të mençur, por me shpotu diçish. Ja Rasulullah, kush ka me meritue mas shumë ti shefatin ditën e gjykimit, nga se shefati është hak në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa para se më u përgjigj, ja ka dhënë ja ka cilësu diçka Ebu Huraira, çka ka dalluar prej sahabeve tjetër. Ka thonë ja sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Huraira. Ka thonë o Ebu Huraira, ka thonë ku mendue që këtë pyetje s'ka me më bë askush për vështeje. Pse? Lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith, pi zellit madh që kam pa te ti për hadithin. Ebu Huraira po 5700 e diçka hadithe i transmeton. Ngati shumicat e haditheve ne transmeton neve Ebu Huraira, pastaj Aisha, pastaj Ebu Said al-Khudri, pastaj Abdullah ibn Omeri, edhe Ibn Abbasi. Këto janë sahabët e mëdhenj që kanë transmetuar hadithe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë, s'kum prit diku tjetër me mpyt për hadithin më shumë se sa ti. Pse? Zellin e madh e ka pas Ebu Huraira. Madje Ebu Huraira kur mos i ka dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka treguar në Medinë hadithe shumë, e kanë dalë të sahabë ka thonë ja Rasulullah, ja Ebu Huraira, faqad aktharta, e ki tepru pak. Shumë i do kallzu hadithe. Ai i sigurt çka i të fol. Çai ka thonë Ebu Huraira? I ka thonë, unë kur i shkojsha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për mas, ju shkojshin për tregtia. Pra, ju i morë me tregti, unë jam morë me hadith. Unë i di çka po foli. Edhe kanë thonë, tamam. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka përgjigj. Ka thonë, njeri më hakli dhe më i lumtur dhe më as'adu an-nasi bish-shafa'a, ai cili më shumë dhe meriton shefatin ditën e gjykimit, ka thonë men qala la ilaha illa Allah mukhlishan min qalbihi. Ai që thot la ilaha illa Allah sinqerisht nga zemra e tij. Sinqerisht nga zemra e tij. La ilaha illa Allah. Është ai i cili i thot sinqerisht, e kupton dhe mundohet me zbatu dhe ja din vlerën kësaj fjale, ai e meriton ndërmjetësimin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit normal me lejen Allahu te bareke ve teala. Pastaj dietarët kanë komentuar këtë hadith dhe kanë thonë, personi i cili pyet shumë për diturinë normal se ka dije më shumë. Ebu Huraira ka pas zell më të madh dhe ka pas dije më shumë. Dhe më shumë diçka njihet në histori, kush njihet? Ebu Huraira. Këtë një muslimat në njohin Ebu Huraira. Pse? Po pa tjetër e kiku të lezosh hadithën nga Ebu Huraira, nga Ebu Huraira, nga Ebu Huraira.
Edhe ai njeri cili mirët me ilm, normal se Allahu xhallahu ala ja ngrit çështjen dhe kjo do të më çojë nxitje për ti edhe për mua për me kërkue diturinë më shumë. Një ngjarje tjetër që është interesante me sahabët, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka udhëtue prej Medine një muj ditë deri në Sham, një muj ditë me deve, ala bair, me deve, min ejli sema'i hadithin wahid, me vetëm ka shku të një sahabi tjetër i cile ka dit një hadith çka dhe kje ka dit, veç ka shku me vërtetue. Një muj dit udhtim ka shku të një sahabi tjetër edhe i ka thonë, a e dhe ti çket hadith? Po, tamam, selam aleikum. Një muj dit, një muj në tonë, një muj këtan për një hadith. Ndërsa neve ndoshta jena në dembela me lexue një libër të hadith, Riyadus Salihin. Edhe kjo duhet me qenë nxitje se sahabët këtë ilm që e kanë rrujt, nuk e kanë rrujt të net, po janë lodh shumë, janë qërue, kapri e detarve janë qërue. Ahmesh është qëru të lexue, i ka hup shikimi të lexue dhe plot dietarëve ju ka hup shikimi të lexu shumë. Andaj Ibn al-Jauzi në disa libra të tij, Abdurrahman ibn al-Jauzi ka thonë, kur është dobësu ambicia e njerëzve të dijes edhe nxënësave, ka thonë kanë hup shumë libra. Kur është dobësu ambicia, vullneti ka ra, librat kanë hup. Edhe sot kanë hup librat me rrëmjen e ambicjes. Dërsa sahabët kanë pas ambicje të madhe. Mos me pas këtë ambicje, nëse kishmi ditë hadithët. Mos me pas kanë zell i madh, tangoja i çdo hadith, harf për harfi, fjalë për fjale. Saqë edhe ndonjë fjalë me pas gabue, ka thonë au kema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. E ka kallzuar hadithin në fund ka thonë apo siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Preventiv ndoshta ka gabue. Prej zellit të madh çka e kanë pas. Tjetër sahabi e kanë gjetë Darimiu një hadith për një tjetër sahabi i cili ka shkue prej në Medine në Egjipt për me ndëgjue një hadith. Edhe kur ka shku të personi që e ka ditë se e ka hadithin, i ka thonë s'ko marrë me të vizitue. Sinqerisht e ka kalzu, s'ko marrë me vizitu për i të Allah, kësa ato e kanë pas esenca ka konë me vizitue vlajnë musliman për i të Allah u gjellëvare. I ka thonë fillimisht ma gjithu zairan, s'ka marrë me të vizitu. Mirë po ka thonë, ko marrë me ndëgju për ti e një hadith. Pi atje me javë ka u thue për një hadith që ka na nuk janojnë asot menën, e postojnë a let ati në Facebook tanë, ama me shiku se që shka ardha i hadith deri që tu na t'gatë që me morë, ti menja t'le se sa janë lodhë ato njerës, sa është lodhë Bukhariu, sa është lodhë Imam Ahmedi për me shkujt ato hadithe. Edhe na duhet me dhonë piksojna se përfitimi për haditheve dhe ajeteve të Allahu Gjellewala nuk vjen prej vetëm me duke i postu qa shlet, po duhet mu lodh, duhet mu me dal djersa, duhet mu këput për me përfitu e prej haditheve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Nxënësat të Ibn Mesudit kanë qenë për nxënësave të cilat kanë qëndruhe në Kufe. Pastaj piktin me nxënësave kanë dalë edhe nxënësat e Ebu Hanifës, Ebu Jusufi e kështu me radh. Njëni prej nxënësave ka pas emrin Alqama dhe tjetri Aswad, nxënësat të Ibn Mesudit. Para me ndonë e këta, çka disa njerëz, kjo hadith argumenton për ambicin e lartë të sahabeve dhe të tabiinëve dhe për ambicin e lartë në vërtetimin e sendeve dhe ambicin e lartë për kërkimin e turisë. Shikone, ilmin e kanë morë për Abdullah ibn Mesudit. A ka ma i besueshëm se Abdullah ibn Mesudi? S'ka. Sahabia që i ka dhënë diplom pejgamberi alayhis salam. Ka dhënë çeku e keni, njëri që ka lexon Kur'anin pikti lexon. Ku ka diplom më të madhe për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alqama edhe e ka marrë dijen për Ibn Mesudit. E ka marrë në Kufe. Mirë po çka ka bë? A është mjaftuar? Ja. Ka shkuar në Medinë. Prapë e ka marrë një insan që ka marrë Ibn Mesudit, ka shkuar në Medinë me vërtetuar. Kjo nuk ka kanë tuhme për Ibn Mesudin, me pason Ibn Mesudi. Une, çka jam këtu? Une jam të rrejta. Ja. Ma gje, është knasë me këta Ibn Mesudin, që talebët e tina s'po mjaftohen me dersin e këti, po shkojnë po lipin ala ma shumë.
Kanë shkuar në Medinë te ulema të tjerë me li pala dije, te Ibn Abbasi. Prej te Ibn Mesudi kanë shkuar te Ibn Abbasi, me i vërtetu sendet. Ambicie e lartë, ndërsa njëti insan që kanë ngu te Ibn Mesudi kanë shkuar kanë ngu edhe tek Ibn Abbasi. Dhe kjo argumenton se nuk ban askush mu bo fanatik për diçka. Po fanatik du të mu veç për ilmin, vetëm për ilmin, për mu të shtu ambicia me shtu e ilmin tanë, nga se pa ilm vallahi dije, edhe nëse ki shumë adhurime, edhe nëse lodhësh palesa, pa ilm s'ki pozita Allahu Gjallahu Ala. Kjo nuk ka këtu mujamele, nuk ka këtu servilosi me bona, apo në më me abo qefin vetës. Mirë po tek Allahu Gjallahu Ala jo. Allahu Gjallahu Ala si ka përmen ignorantat vetëm se në kontekstin e në nëshmu. Fe a'rid anil jahilin, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ik që gjahilave, ik për gjahilave, pse s'ka hajër të ata. Andaj du të më kanë për njëzë shka nuk i e gjahil, du të me të mundu e ignoranca, nuk ban më kanë gjahil nga se të Allahu s'ka pozit me gjahil, po pozitet e ka Allahu Gjalluala mrinjët me ilm. Thot Said el-Qattan, kjo ishin pregjendjeve të sahabeve, prej zelët të madhë që kanë pas për dituris. Thot Said el-Qattan duke e tregue për Sufjan el-Thaurin, se sa e ka mundu gjehli. Apo Sufjan el-Thaurin e kur lexomi knaqme, elhamdulillah. Mirë po shikone dhimbtën e Sufjanit kur s'ka dit diçka. Thot Said el-Qattan, jani prej muhadithave të mëjtë që ka morë dije prej Sufjanit, thot idha sa'altuhu an mas'alatin, kur e pyetja Sufjanin për një mesele, au an hadithin, o për një hadith e pyetja, lejsa indahu, se ka dit çka është, se ka dit hadithin apo se ka dit përgjigjen, ishtadda alej, e ka kap dhimbje të madhe. Pse s'pedi? E ka mundu ignoranca. Dhe me këto i kanë mri këto pozita. Me këta i kanë mri këto pozita se i ka dhim gjehli, s'ka dash më konë gjahil. Ndërsa na dhem gjehli, a na dhem kurse dina diçka, s'na dhem hiq. Nuk na dhem, më duhet me na dhim të shumë. Duhet me pos ambicje të madhe. Thot Ameshi, duke të regu për hoxhën e ti Mujahidin, Mujahidi është prej mufasirave të Kur'anit, prej komentatorëve të Kur'anit, kur kanë dëgjue, pa Mujahidi ka komentue librin Allahu Gjallahu Ala, madje ka qenë edhe i ka interesue ilmi i dunjajës. Kur kanë dëgju se në filan venin, kanë ndodhë kështu një rast, një histori, apo në filan venin është filan, do më thonë kalaja e vjetër, e kështu me radhë, në Irak, apo ku do qoftë në Sham, ka shku e ka morë devën, ka shku e ka këshirë. E ka morë devën dhe ka shku e ka këshirë. Prej zellit madh, kër e kam pyet, o Mujahid, ti e njeri ma i ditur, shka po shkon mi këshirë të sene? Ka thonë, mu e mundon, kur dëgjoj diçka dhe mos me ditë sigurt. Sigurt du me shku me ditë, me ngop vetë vetën teme me ilë, për çdo sen. Për çdo sen, s'ka bo sabër, kur gjo pa ditë. Thot, Ibn Hazmi ka përmend diçka nga Yahya ibn Mujahid, një prej dietarëve të mëdhej, kuntu akhudhu min kulli ilmin tarafan. Shikone që shka qenë cilësia dietarëve të tabiinëve. Ka thonë, për çdo ilmit ku mësu diçka. Për çdo ilmit ku mësu diçka. Fa inna sama'a al-insani qauman yatahaddethuna wa huwa la yadri ma yaqulun ghummatun 'azima. Ka thonë njeri me nejt me një mezhlis, edhe ato janë të folë për një sen, folin diçka, çka do qoftë, edhe ki s'di kur gjo për rreth asaj çështje çka po folin, ka thonë musibet i madh. Apo ti ungesh me një mezhlis, ato folin rreth një çështje, edhe ti s'ki lidhje me ata, se di çka po folën. Ka thonë Yahya ibn Mujahid, kjo musibet i madh. Au kalaman hadha ma'na. Ka thonë Ibn Hazmi, wa laqad sadaqa wallahi. Ka thonë Ibn Hazmi, wallahi vërtetën e ka thonë. Njeriu do të mi dhim kur nuk din dhe nuk ka ilm për çdo sen. Kjo ka qenë prej ambicës të lartë që kanë pas dietarët të sahabeve dhe dietarët prej tabiinëve për shtimin e diturisë. Dietarët kanë lip atë shumë dituri, sa që edhe në çështet më të vështira, çështja më e vështirë kur është idha ja'at sakratul maut bil haqq. Allahu Jalla wala ka thënë çështja më e vështirë është kur të vjen sakratul maut, agonia e vdekjes. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka ardhur agonia e vdekjes, edhe Aisha e ka pas atleckën që ja ka lag me ujë ftoft dhe ja ka fshi ballin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi Allah i dashmi Allah
pejgamberi i cili Allahu xhallahu ala ka ngrit mas larti piket pejgamberëve, zotëriu pejgamberëve, ka thonë inna lil mauti sakarat. Ka thonë vdekja pas ka mundime. Vdekja pas ka mundime. Kjo është çështja më e vështirë. Kjo është çështja më e vështirë. Mirë po dietarët dhe sahabët dhe tabiin dhe krejt që e kanë pasur dhe i kanë ndjek gjurmë të atyre, edhe në këtë çast kanë lip dituri. Edhe në këto çaste kanë lip dituri dhe historia është full e mbushur me kësi ngjarje. Transmetohet për Imam Ahmedin kur a plak shumë, edhe u thin, edhe u lodh. Madje edhe ka pas prova shumë ta Imam Ahmedi. Edhe njerëz kanë pasur që a laki me laps, me fletore, me libra. Çka ban kinjeri? U plak gati një kom e ka në varr një për mitok, kja la libdije. Edhe i kanë thonë, ja imam, ila meta, deri kur? Deri kur ti qështu mo, të u lodh me lapse, me fletore, me ilmi, lodh mo, bal mo, se e dina që i e, ki ilm. Ka thonë, wallahi, el ilmu min el mahbara ila el makbara. Ka thonë, wallahi, ilmi ha pin djep, deri në varr. Pin djep, deri në varr. Dersa ti në varr në snalna. Tu lip ilm. Andaj quhet Imam Ahmed, rahimahullah, Allah e më shirof. Nga se ka pas zell të madh për kërkimin e diturijës. Transmetohet për një dietar Ibrahim ibnul Jarrah et-Tamimi, ka qenë në çastet e fundit të jetës së tij. Ka qenë në çastet e fundit të jetës së tij. Dhe ka shkuar Ebi Yusuf me vizitue. Me vizitue çastet e fundit. Edhe e ka pasë është me dhimbta. Edhe çasti i fundit i vdekjes është i rënë, i djersitëm, i lodh. Edhe i ka thonë si je. Edhe kia ka minjera ka bënë një pyetje, ka thonë çka thue kur je në hax? Para mendon njëri të dek, e ka vënë një mesele fiqhie. Ka thonë çka thue kur je në hax? Edhe vën puna me gjujt gurzit. A është më mirë me gjujt prej në kafsh, prej në ndeve, a me zrip me nejt në kam? E ka vetë, pyetje fiqhie. Ka thonë më mirë është me qenë në kafsh dhe me gjujt. Ka thonë gabim e ki. Ka thonë gabim e kije. Ka thonë atare kur t'jesh në kam, ma mirë ko ka me gjujt. Ka thonë apet gabim e kije. Ka thonë po qish ko ka? Ka thonë nëse ndalësh me bo doa, ka thonë atare ma mirë është me nejt në kam. E nëse si e të bo doa, atare i gjunë prej kafsh. Ki ka thonë adhe në qëket gjendja. Adhe në qëket gjendja ti të dek, ka orë moment i fundët tim vetë mu e mesele fiqhije. Ka thonë po edhe në qëket gjendje. Une të pysë tyje për kësi mesele. Do me thonë qaset e vdekës. Ana në pranverën e rinijës në nuk lip në dituri. Duhet me qenë besimtari gjeloz. Duhet me qenë besimtari gjeloz dhe mos më mjaftue me pak dituri. Po duhet me pëkon zelli tina i madhë. Dhe mos me dhanu në s'kam mundësi. Allahu Gjellewala, s'ka të Allahu Tebareke wa Teala, s'ka mundësi. Ndosha kini ndëgju për një djetari cile ka emnin Jusuf, Ebu Jusuf Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr ka qenë prej moshatarve të Ibnu Hazmit. Prej moshatarve të Ibnu Hazmit. Ki Ibnu Abdul Barri ka qenë në Spanjë, ka jetue. Ilmin e ka fillue në 28 vite. Masi ka qenë, i ka po 28 vjetë, ja ka fillu ilmin. Ka thonë Imam Dhahebiu në komentin e në historinë e ti dhe biografinë e ti, ka thonë vallaj edhe pse ja ka fillu në 28 vite, ka thonë ketje në fukara për ilmin e tina. Ka thonë dhe s'ka hadith dhe në historinë e djetarve, apo historia transmituar të djetarve, ka thonë s'ka njeri ma i ditur për transmituar të djetarve se sa Ibn Abdul Barri. Anë mas 28 viteve ja ka njës diturijës. Dësa Ibn Hazmi mbi mas 24 viteve ja ka njës. Dësa kusha Ibn Hazmi? Sa që ka thonë Imam Dhahebiu për Ibn Hazmin, ka thonë Ibn Hazmi me pas gjuhën pak më të butë se sa e ka pas gjuhën e ashpër, sidomos dhe atyre që të kanë gabue. Ka thonë Ibn Dhahebiu me pas Ibn Hazmi gjuhën pak më të butë ndaj dietarëve, s'ki shmet në këtyr tokës me dheb pos Ibn Hazmit. Qatë që akoni fuqishëm në dije dhe në argumentim. Mirë po Allah Gjelluala ka sprovu. Mirë po 24 vjetë ka njës, a tjetër 28. 28 vite ja ka njës abo djetari Spanjës. Djetari i Spanjës. E kështu me radhë djetarë kanë qenë të cilat kanë bos ambicet larta për me mësue. Ebu Zur'a, një prej djetarëve të mdoj, kur ka qenë në momentet e vdekës, duke vdek, edhe kanë shku disa njerës
me vizitue. Ka shku Muhammed ibn Muslim. Edhe e ka thonë, çka ma men prej haditheve në çastet e vdekjes. A ditë një hadith çka përshtatet me çastet e vdekjes. Ka thonë la ilaha illallah. Ka thonë transmetohet nga Muadh ibn Jabeli. Nga Muadh ibn Jabeli se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna. Ka thonë më iman çka hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çastet e vdekjes. Nga Muadh ibn Jabeli, kush thot la ilaha illallah dhe e ka fundin fjalë këta, dakhala al-janna. Futet në xhennet. Në çastet e fundit të vdekjes kanë mësu hadith. Kitu dek, ke e ban pyetje. Dësa na jena në çështat çaste, në çastet kur nuk jena ndoshta më të vështira dhe nuk e shfrytëzojna kohën. E kështu me radh ka pas prej dietarëve të cilët kanë kërkuar dituri në çastet e fundit të vdekjes. Abdurrahman ibn al-Jauzi, do të keni ndëgjuar shumë. Edhe e ka një libër Gjuetia e meditimeve, e preferoj çdo njeri ta lexojë nga se ka prej informatave diturive të shumta. Këtë përvojën e jetës së tij ka shkruajt atë. Ka thonë Ibn Jauzi në librin çket libër, ka thonë me këto dy gishtat e mia i kum shkruajt 2000 vëllime. Me këto dy gishtat e mia i kum shkruajt 2000 vëllime, a disa janë 2000 vëllime. 2000 vëllime veç me 1, 2, 3, 4, 5 lodhësh. Ai ka shkruajt libra çaç. Ka thonë ndërsa me këto 40.000 i kum lexu 20.000 vëllime. 20.000 i kum lexu, a 10.000 i kum shkruajt me dorën time. Kuja është kjo ambicie e atina me ambicet e sodit. Dësha kjo temë dështë ajo që çuditshme, po kjo ambicie i ka ba me në rrut neve feje. Mos me pasen ata kështu, nësë kishmi pas me informatave kur gjo. Mos me pasen që ata kështu, dzelshëm, këmgullës, në kërkimin e dituris, nësë kishmi pas o dije. Na nuk kishmi pas o dije, po ata janë lodhë dhe në ka arrit neve dituria. Pasaj ka thonë Abdurrahman ibn al-Jauzi, ka thonë, në durët e mia janë pendur 20.000 jehud. E kam pranu islamin 20.000 jehud. Edhe mbi ka thonë ndoshta 100.000 janë pendur prej mëkatarëve të muslimanëve, gjunaqar të durët e mia. Normal se ambicia e lartë ka qenë. Ambicia e lartë për me shkrujt libra dhe për me lexue libra ka qenë shumë e madhe. Pastaj kanë përmend për leximin e Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Me lexu sirën e Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, Ahmed ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah, me lexu historinë çuditësh. Çfarë njeri u kon? Çfarë njeri u kon ky person? Andaj edhe nuk është martuar nga zelli i madh për dituri. Kur e kanë pyet njërin prej dietarëve, i cili ka arrit 60 vite në dije, edhe e ka arrit kaptina duke shpjeguar nxitja dhe suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në martesë. Dhe i ka nxit mu martue. Pasi ka shpjeguar kaptinën, e ka kri kaptinën dhe ka prua hadithe çka pejgamberi sa ka thonë ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. O të ri kush ka mundsi mu martu më një herë të martohet. Mos prite as pak. Mos i ka kri kaptinën, i kanë thonë talebët. Hoxho, mirë, kjo ket tamam, po ti pse si martue? Ka thonë, ketë pas në harue. Edhe kësë ka rejt, po ka haru njeri 60 vite. Ka thonë, po ani tash mas në kalzove vlerën në martesës, martoju tash. Ka thonë, leje se 60 i kam shnoshune, martonu ju. Para me ndo 60 i ka bo njeri, ndije ka haru më martu, tu lip dije shumë. Hajt pas ka pas arsije. Nërsa na nuk kena arsije. Thot i bën Kaimi në librin e tij Kopshti të dashuruarve. Thot më ka treguar hoxha jam Ibn Taymija. Thot isha një natë shumë i smut. Më kapi një dhimbje shumë e madhe. Thot dhe thira mjekun. Edhe thira mjekun me më kontrollua. Dhe më tha, ta diti problemi, ku e kije? Ka thonë tamam, ku an problemi? Se ka qenë disa herë i smut Sheikhul Islam Ibn Taymija. Mjeku i ka thonë e di problemin tan. Ka thonë ka problemi janë. Ka thonë mutale atuke. Ka thonë e dijet, leximi jot i madh. Kjo të ka bo tije musmue. Ka thonë leje pak. Ka thonë s'kam sabër me lan. Pastaj Ibn Taymija ka thonë, a do me të bëhen e tije diçka demand prej ilmit tan. Ka thonë hajde si, ka thonë, a e keni vërtetu me mjeksi se kur njeri gëzohet dhe ha me disponim, ka thonë i largohet smundja. Dhe kur i fol vetë se si e i smut, i e me disponim i gjallë,
ka thonë i largohet smundja? Ka thonë, po. Ka thonë, po unë jam qështu. Ka thonë, kur të lexoj, jam i disponum dhe i me gzim. Ka thonë, kur të ala leximin, unë e më ka piklimi i madh. Ka thonë, e kësi i dalë që në skena. Ka thonë, Ibn Qayyimi, në librin e tina, Kopshtit e dashuruarve, ka thonë, për vetë vetën e tina, kur e ka kap dhim të e kryes, apo ka pas në i smundje, ka morë libra ka lexue dhe ka kalu smundja. Ka morë libra ka lexue dhe ka kalu smundja. Ato, kur janë konë smut, e kanë morë librën me lexu. Na kur jenat smut, e lajnë a librën së lexojnë. Ato kontra janë konë. Andaj, një tjetër, ka thonë, kur mzike gjumi, ka thonë, mirësha libra dhe lexojshë. Ibn Aqili. Ibn Aqili, një prej dietarëve që ka shkruar një libër 400 vëllime, mirë po ka hub në luftën e Bagdadit. Është djeg. Ki hoxh ka thonë, kur më kap ke gjumi dhe më kap ke kotja, e mirësha libra dhe më dil ke gjumi. Para mendoje e kundërta e natyrës tonë. E kundërta tamam, e kundërta në mënyrë absolute e natyrës tonë. Na tu lexuar ka gjumi. Ato për me ik gjumin e kanë marrë librin. Kjo ka qenë prej çuditërave të këtyre njerëzve. Thot hoxha në vazhdim, duke treguar për ambicet e dietarëve të mëdhoja, ka thonë për një prej dietarëve, për Ebul Barakat, i cili ka qenë babgjishi Ibn Taymiyes. Ibn Taymija e ka pas emrin Ahmed. Ibn Taymija e ka pas emrin Ahmed. Baba vetë e ka pas emrin Abdul Halim. Babgjishi vetë e ka pas Ebul Barakat. Ebul Barakat. Ka thonë Imam Dhahabiu, pse s'nifën baba vetë edhe babgjishi vetë, edhe pse kanë qenë shumë dishëm. Ebul Barakat e ka një libër që ka mësohet dhe studiohet në fiqh, është e madhe. Hoxha Sheukani e ka shpjeguar në Nelul Lautar. Kur e kam pyet Imam Dhahabiu, pse s'nifet baba vetë dhe babgjishi vetë, ka thonë baba vetë Abdul Halimi, ka thonë është si ylli. Ka thonë babgjishi vetë është si ana. Ka thonë Ibn Taymija është si dilli. Kur ka dal dilli, s'shifën këto tjera. Ibn Taymija kur ka dal, s'shifën këto tjera. Mirë po, zelli i madh i Ebul Barakatit, babgjishit vetë Ibn Taymijes. Thot Abdurrahmani vllai Ibn Taymijes. Ahmedi Ibn Taymija, Abdurrahmani vllai vetë. Abdurrahmani thot, më thoj ke babgjishi jam kur heken WC me kri nevojën, më thoj ke prit që të jashtë. Edhe merret që të liber, filloja pi që të lexo derisa të dalune. Mos ta hupe kohën hiç. Ti lexo, unë të dëgjoj. Edhe kur ka dalë ka vazhdu leximin. Para mendoj e fare ambicie. Kohën në vetore se e ka shfrytzuar, Allah ju nderoft për me shfrytzuar ilmin. Hiç ka ndosh me kohë as pak. Saçi thot Ibn al-Jauzi, kur mbeshin mysafir mua, kur mbeshin mysafir dhe filloshin me nejt pak më gat, ato mysafir i kanë pas merak që janë konë të mençur. Andaj Ahmeshin, një ndoshta kjo është pak komike, mirë po javlen me tregue. Ahmeshin e ka ardhur me vizitu një hoxh prej hoxhallarëve. Ka qenë i smut Ahmeshi. Dhe ka nejt pak më gjatë. Edhe s'ka ditë që me thonë çu. Se ballë më unë i smut jam ti nuk kujtohet më çue. Edhe i ka thonë ki mysafiri, ka thonë hoxha ndoshta të mundova pak se e zgjata. Ka thonë ti mundon kur jenë shpitane, para mendon kur të vishte une. Ti mundon kur jenë të shtëpia jote, para mendon kur jenë këtu te une. Pra çuma shpejt, hac. Ibn al-Jauzi thot, kur mbeshin mysafir edhe rrishin gjatë, thot ato nuk e kuptojshin se unë duhet me shfrytzu kohën. Tha, po prej respektit të mysafirit, nga se ka ardhur në hadith se kush e beson Allahun xhallahu ala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditën e funit duhet me respektue mysafirin. Tha për mos me ran këtë kundërshtim të hadithit, tha e shfrytzoj kohën diçka që ka lidhje me libra. Tha i mirë që i gëdhen lapsat, i drejtojsha librat, i palojsha që ka pas diçka, vetëm me shfrytzu kohën, mirë po edhe me nejt me mysafir, edhe me shfrytzu kohën, kështu ka qenë domethënë jeta e atyre njerëzve. Pastaj kam përmend dietar se sa kanë lexuar dietar për një mezhlis, për një ders. Sa kanë pas mundësi me lexuar për një ders. Transmetohet për një dietar i cili quhet El-Khatib El-Baghdadi. Çiki Khatib El-Baghdadi ka thonë Dhahabiu nuk njoh dietar më të madh se ky. Nuk njoh dietar më të madh se ky. Khatib El-Baghdadi. Ka thonë Dhahabiu Allahu e mëshiroft, nuk di ndonjë shkencë se çiki njeri s'ka shkruajtur ta. Nuk di ndonjë shkencë të ilmit
të dunjojës dhe të sheriatit. Vetëm se ki ka libër në këtë shkencë. Ki person e ka lexuar Sahihun Bukhari me gjithë transmetimet që ka janë ati, me zinxhir, jo veç teksti, në 3 derse. Sigur natë që të qenë ato mojë ders, në 3 derse ka lexuar këtë Bukhariun. Thot Ibn Hajeri në komentin e kësaj ngjarje, thot nuk e di a ka mundësi me bë dikuj tjetër pos këtina. Para me ndo farambici. Bukhariun 7536 hadithe me zinxhir, prej te Bukhariu deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e përmend çdo njeri ati dhe duke e përmend hadithin, i ka lexuar për 3 mezhlise. Për 3 herë janë ul dhe e kanë krye. Ndërsa neve ndoshta ta njëjtën nuk mundna me lexue Sahihun e Bukhariut. Transmetohet për një tjetër hoj i cili ka qenë Ebu Said Sam'ani, gjithashtu tregon Dhahabiu se e ka lexuar me mënyrë më të mirë, rrjedhshëm, Bukhariun në 5 ditë. Bukhariun komplet e ka lexuar në 5 ditë, rrjedhshëm, pa u gut hiç, kadal. Kaptina e editorisë, kaptina e imanit, kaptina e shpalljes, e kështu me radhë deri te kaptina e tauhidit në fund, e ka lexuar një ka një për 5 ditë. Për 5 ditë provoje sa mundesh me lexu ti. Provoje sa mundesh me lexu. Mirë po, gjithashtu këto ambicet larta nuk ban neve, andaj që kanë thënë selefi, ma la yudraku kulluhu, la yutraku jullu. Ma yutraku jullu, la yutraku kullu. Çka s'muna me arrit ketë, se lajna ketë. Apo, nëse s'muna mu bo si këto, bara mos mu kanë as pak. Nëse s'muna na me lexu Bukhariun për 5 ditë, ta lexojna për 1 muaj. Nëse s'muna me lexu për 1 muaj, ta lexojna për 5. Ma di ta lexojna për 1 vjet. Bukhariun, me lexu Bukhariun është nimeti më i madh. Sa që dietar, ka prej dietarëve, këtu e ka përmend se Bukhariun gjatë jetës së tij e ka lexuar 700 herë. 700 herë ka lexuar Bukhariun dhe kur e kanë pyet, "Hoxha, çka më lexuana?" ka thënë Bukhariun. Pas librit të Allahu xhallahu ala. Domethënë, ambicet e tyre për me lexue hadithe kanë qenë të mëdha. Transmeton gjithashtu Ibn Bashkual në librin e tij As-Sila se njëri prej dietarëve e ka lexuar Sahihun e Muslimit në 7 ditë. A dini sa hadithi ka Sahih Muslim? 12.000 hadithe. 12.000 hadithe. I ka Sahihu i Muslimit, ki i ka lexuar për 1 javë. I ka lexuar për 1 javë dhe kjo ka qenë prej çuditërave të dietarëve. Kjo ka qenë prej çuditërave të dietarëve. Tregon Dhahabiu për një hoxh i cili e ka pas emrin Ebu Abdullah el-Abbar. Ebu Abdullah el-Abbar thot ki hoxha gjithmonë e lexonte Sahihun e Muslimit në 6 ditë. Në 6 ditë. 6 ditë e ka lexuar një herë. Pastaj 6 ditë apo tjetër. Tjetëra 6 ditë. 6 ditë janë shumë pak për neve. Shumë pak për neve, s'kena mundësi me lexu çat shumë. Mirë, po shikoj ambicet e këtyre njerëzve. Shikoj ambicet e këtyre njerëzve. Edhe Allahu xhallahu ala me këta njerëz e ka rujt ilmin. Andaj Allahu te bareke ve taala ka thënë: "Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Vërtet frikën siç duhet ja kanë Allahu xhallahu ala vetëm ata që janë al-ulama, dietar. Andaj mirë po prapë se prapë përsëriti, ajo që nuk kalohet, ajo që nuk kapet krejt, nuk lihet krejt. Edhe nëse s'ke qenë deri tash i cili je mirë me ilm dhe me lexim të madh, filloja se vallahi Allahu xhallahu ala nuk e ka pru rastësisht iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allahu Kur'anin ai di pse e ka zbrit për mu adhuru Allahu xhallahu ala. E pse se ka zbrit fjalën e parë u'budu rabbakum alladhi khalaqakum? Po ka zbrit në Medinë pas 13 vite, adhuroni Allahun xhallahu ala. Apo Kurani ka zbrit për me adhuru Allahu, ndërsa fjala ka zbrit e parë iqra bismi rabbik. Lexo ti një herë. Lexo një herë ti skalit e mendjen tënde, zhvilloj e mendjen tënde, pastaj e kupton çështjet më mirë. Pastaj e kupton çështjet më mirë. Tregon për Ibn Taymiyan, njëri prej hoxhallarëve, Ibn Abdul Hadi, që ka shkruar sirën e Ibn Taymiyas, Allahu e mëshiroft, thot Ibn Taymiya i lexoi ke me një mexhlis 12.000 hadithe. Me një mexhlis 12.000 hadithe. Ki Ibn Taymiya që është i njohur i madh, ki nuk është legjend e i borbolizume.
ki ka jetue dhe historia është e ruajtme. 12.000 hadithe. Provone në ata provojnë një dit, për një dit sa hadithe kena mundësimi lexue. Sa hadithe kena mundësimi lexue. Imam Shafiiu në Ramazan e ka lexue 2 herë librin Allahu Xhallahu Ala. Dhe në Ramazan komplet 30 dit i ka bërë 60 hatme. 60 hatme librin Allahu Xhallahu Ala ka lexue. 60 herë. Ndërsa ne veshtimi kush e lexon 1 herë apo 2 herë. Kjo ka qenë prej sirës së ulemave dhe ajo që ka gjendet këtu para me një libër është diçka çka ndoshta disa sende nuk përmendën. Ndoshta disa sende nuk përmendën që mos mendojnë njerëzit janë të hiperbolizuar. Dorsta këto ka ndodhur me njerëz. Këto ka ndodhur me historinë e dietarëve. Thot Muhammed ibn Jahbal thot qara'tu bihamdillahi jami'a muslimin bi jawfi Dimashq ash-Shami jawf al-Islami. E ka treguar në poezi dhe shikoj siç akzue. Akzu kur e ka lexue Sahihun e Muslimi. Thot me falënderimi takon Allahu Xhalla Wala e kum lexue Muslimin bi jawfi Dimashq ash-Shami në qytetin Sham jawf al-Islami, qendra e Islamit, ala Nasiruddin al-Imam ibn Jahbal bi hadrati huffaz mashahir al-a'lami. E ka shkruajt poezi pikëzimit madh kur e ka sos Muslimin, kur e ka lexue Muslimin. Andaj dietarët janë gëzuar me dijeve. Thash Ibn Taymija i ka thënë doktorit atina, ka thënë kur gëzohet njëri e ka lënë smundja, po, unë gëzona me dituri. Unë gëzona me dituri. Ka thënë ja kum lexue Sahihun Muslimit në mesin e njerëzve të dijshëm. Në mesin e njerëzit të dishim wa tamma bi tawfiq al-ilahi bi fadlihi qira'at dabt fi 3 ayami. Çudira. Ka thonë dhe me suksesin e Allahut të takon falënderimi, për 3 ditë e kam krye. Për 3 ditë në mesin e këtë njerëzve, dietar. Ai diçka do më thonë me lexu para dietarëve, e thot kapin. Ai cili ka provuar ndonjëherë me lexue Kur'an apo tajvid para një dietarit të dishëm, e di se çfarë treme e ka. Për 3 ditë ka lexuar Sahihun e Muslimit, i cili përmban mbi 13 hadithe dhe kështu me radhë. Lutim Allahun te bareke ve teala që të na shtoje prej ambicieve për leximin më së pari të librit së Allahut xhallahu ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Allahu xhallahu ala ka thënë, a këta njerëz as meditojnë Kur'anin, as lexojnë Kur'anin. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Allahu xhallahu ala sura al-Qamar ka thënë, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Këtë Kur'an e kena bërë të lehtë për me lexuar. Fa hal min mudakkir, a ka dikush ka lexon edhe me mësim? 3 herë është përsërit kjo ajet. Wala qad yassarna. Tlet e kena bë. A ka dikush çka lexon? Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, s'kum lën rrugë të hajrit vetëm se ju kum urdhëruar për ata, dhe ju kum kallëzuar. Dhe s'kum lën rrugë të sherrit vetëm se ju kum ndaluar prej kësajna. Mirë, po duhet mu ndal dhe me i lexuar këta. Dhe mu ndal me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Abdullah ibn Mubarakit, kur i kanë thonë disa prej shokëve të tij, ka thonë ja Abdullah, ka thonë ti shumë pak del nën me neve. Shumë pak nën me neve. Na kena çef me nejt me tije. Ka thonë inni ujalisu ashabe Muhammedin. Ka thonë unë ri me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë kejfe dhe qad matu. Ka thonë si ka mundsi ata kanë dek. Si ka mundsi të me nejt me shokët e sam, ata kanë dek. Ka thonë as mi shifni këto libra të cilat i kanë rrujt historinë atyre. Që ku jam të nejt me ato? Ato janë këtu në libra, unë jam të nejt me ata. Andaj, nëse njerëzit e mirë kanë vdek, historia të tëre kanë bet. Nëse njerëzit e mirë kanë vdek, historia të tëre kanë bet. Andaj Aliu radhiyallahu anhu ka thonë, nëse jeni që pasoni, atëherë pasoni ato që kanë vdek. Fa innal hayya la yu'manu fitnat. Nëse të gjallit nuk i dihet sprova. Ka mundsi i gjallë rrshat. Nëse ai që ka vdek me të mirë, ai është shembulltira më e mirë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tabiin, etba'u tabiin, Imam Ahmedi, Imam Shafiiu, Ebu Hanifja, Imam Maliku, Bukhariu, Ebu Zur'a, Imam Muslimi, e kështu me radhë, Daraqutni, Tirmidhiu, Nisaiu, nëse ja lexojnë historinë këtyre, keni më çudit. Dhe ka më ndikuar patjetër në jetën e juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fejen e atina me të cilën e shoqëron. Shoqëroj librat e njerëzve të devotshëm
me lejen Allahu te bareke ve taala ajo ndikon dhe mos i anashkaloni ngjarjet. Allahu xhallahu ala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Kallxoju ngjarje ndoshta përkujtohen. Ngjarje kallxoju. Faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Ndoshta ata përkujtohen. Madje Gjunejdi, Imam Gjunejdi, një prej xhallarëve të mëdhoj, kur e kanë pyet, ka thonë pse ti her pas herë na kanë thënë ngjarje. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë Allahu xhallahu ala, ka thonë ja këto janë këto ngjarje që ti tregojnë anatije linuthabbita biha fuadak. Ngjarjet i kazojnë me ta forcu zemrën në hak. Me ta forcue zemrën në hak, andaj ngjarjet janë shembulli më i mirë, edhe Allahu xhallahu ala për këtë arsye i ka sjell shembuj vazhdimisht në Kur'an. 1/3 apo 2/3 e Kur'anit kanë polemizuar dietarët është ngjarje. Është ngjarje. Ngjarja e Musait alayhis salam është përsërit shumë herë. Ngjarja e pejgamberëve të Allahu xhallahu ala në librin e Allahu xhallahu ala është përsërit shumë herë, ndërsa ajo nuk duhet lexuar si roman. Po ato janë ngjarje të gjalla. Dhe Allahu s'ia çel urtësit kërkujna derisa të nalët me lexue me meditim në Kur'an. Meditim në Kur'an fel yetadhakkaru ulul albab. Let morim sim njerëzit e mençur, lutim Allahun xhallahu ala që të na bëjë për njerëzve të mençur, të cilat na shton neve ambicet me lexue më shumë në librin e Allahut xhallahu ala, në sunetin e pejgamberit alayhis salam, dhe mos më mashtu prej asaj e cila doket prej ilmit, ndërsa ajo nuk ka fare prej ilmit, dhe mos me e nënçmue asnjë libër, po me lexue sa më shumë dhe me gdhen mendjen tonë. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.